Një grua në mërgim ruante në telefon një mesazh zanor nga nëna e saj në Kosovë. Mos haro, bia ime, të hash diçka. Zoti të ruajt. Kur nëna ndëroi jetë, ajo se fshiu kur mesazhin. Çdo mbrëmje e dëgjonte dhe përgjigjej me slotësh. E hëngra, nën si çdo ditë që më mban me fjalët e tua. Çdo herë që telefoni binte, zemra i ndalej për një çast, si të priste përsëri zërin e saj. Por nuk vinte më. Vetëm ai mesazh i vjetër, me zë të ngrohtë, me frymën e kujdesit që vetëm një nën mund ta ketë. Vitet kaluan. Telefoni u plak, por ajo jo, çdo ditë, kur e dëgjonte atë zë, ndjehej si vajzë e vogël përsëri. Një mbrëmje, ekrani u errësua, bateria s'u ndez më. Ajo e mori telefonin në duar dhe tha me zë të dridhur: "S'më duhet më. Zëri yt tashmë është brenda meje." Disa ditë më vonë, vajza e saj e gjeti duke parë një dritë në dritare. E pyeti: "Mam, me kë po flet?" Ajo buzëqeshi dhe tha: "Po flas me nënën time. Ajo s'më la kur vetëm. Tani më flet përmes meje." Në atë çast, jashtë nisi shi i lehtë. Pikat binin në xham njësoj si ritmi i zërit në regjistrim. Ajo ngriti sytë dhe pëshpëriti. E dëgjova përsëri: "Nën." Tani më ruan edhe nga qielli.